Përshëndetje të dashura Krejper, mirë se erdhët në Letrat Rrefejnë. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj për javën që vjen. Shikoni, kam 10 letra këtu komplet dhe kam hapur radha e parë është punë, financa, ekonomi, karrierë, shkollë, çfarëdo që të ketë të bëjë në arritjet e juaja profesionale. E dyta është dashuri, si do vetën dashuri, por në këtë radhë kam futur dhe një pyetje tjetër që kam marrë shumë pyetje apo dëshirë për ta bërë, a ka rikthim apo ribashkim me njerëzit që i keni për zemër, dhe linja e tretë apo këto 3 letra të fundit është rezultati që i përfshin të gjitha këto. Që në hapjen e parë shikoj të dashur Akrej për që absolutisht mos mendoni që jeni thyer apo të thyer, jeni në mes të një transformimi jashtëmase të fortë, transformimi, ndryshimi në jetën e juaj. Po fillojmë me financat, punën dhe ekonominë, jetën profesionale, shkollë, karrierë, çfarëdo që të keni në mendje. Pra, nën të ajrit është pak sa ajo dhimbje, lodhje, zhgënjim. Ti je një person që shumë mirë e di kur nuk shkon diçka. Je shumë e vetëdijshme. Por problemi është që e lodh veten me mendime, stres dhe ankth për punë, financat apo çfarëdo që e ke egzageruar, ke lodhur veten jashtë mase. Ndalose menduari më shumë se sa vepron. Mos e dramatizo Akrej për situatën, fokuso të zgjidhja, jo të problemi. Dhe kjo është problemi i gjithë njerëzimit. Në fakt, fokusohemi më shumë tek problemi në vend se të fokusohemi tek zgjidhja e saj. Nëna e tokës tregon kapacitetin e juaj dhe ajo çfarë mund të vi, ka aftësi për të krijuar stabilitet real dhe të ardhurat të qëndrueshme. Por zakonisht sikur dyshon në veten dhe nuk po përdor gjithë potencialin që keni. Akrejper, beso më shumë në aftësitë e juaja nga që i keni aftësitë tua, i keni dhe keni potencial real. Jeni duke ndërtuar apo do vi ky transformim, duke ndërtuar diçka afatgjatë dhe këtu nuk duhet të ndaloj. Sigur, keni potencial, aty është dhe mirë është, hajde e lëm me kaq. Jo. Mos u mjafto me pak, nga që tash është një transformim që tregon rezultatin e gjithë kësaj leximit të juaj që ka potencial të madh të transformoni jetën e juaj, si në punë, si në dashuri apo në çfarëdo që dëshironi. Tani, gjithë kjo që tregon si që thash të fokusohemi te problemi, mos të fokusohemi te problemi, por te zgjidhja. Është tetë të zjarrit. Që thotë, do të vinë një ide, ta them kështu, se po mundojmë të gjej fjalët e duara për t'i përshtatur letrën me letrën, që të bëj një tregim, ta them kështu. Do të vinë një ide ose qartësi shumë e fortë për punë, parat apo një ofertë për punë. Deri tani keni qenë shumë të bllokuar, si në mendime, si në çdo gjë. Dëgjoj atë moment qartësie. Dhe ajo çfarë do të vijë, ajo ide, ajo ofertë, vepron më njëherë, mos e shty vendimin. Por aty të vije oferta, aty vepro. Aty të vje ideja, aty vepro. Dhe kjo është pra, stresi të ka bllokuar deri tani. Stresi, mendimet, me një farë mënyrë keni vetë sabotuar veten e juaj. Por, zgjidhja dhe suksesi është shumë afër të dashur. Të flasim një çik për dashurinë këtu, që është radha e dytë. Ti, në fakt, Akrepi, mund të fitosh në dashuri të kesh një lidhje që funksionon. Sigur, pret të aprovojnë, zgjidh atë që të vlerëson, mos e ndiq dikë që të neglizhon.
Dhe këtu bëjmë gabimet tona. Zakonisht duam personin që e krijojmë në kokën tonë, jo realisht personin që kemi para. Duam e do e mos ta duam, edhe pse na bën atë që na bën, edhe pse na trajton, na neglizhon. Tani, mos të flas për ekstremet, por që gjërat që dhe me këto nuk duhet të mjaftohemi. Nënt të zjarit je pak sikur e lodhur nga dashuria, do të them kështu, ke dhënë shumë apo kanë dhënë shumë. Po lufton me veten, vendos kufi, mos u harxho për dikë që nuk të jep atë që vërtet dëshiron. Tani, nuk do të thotë që mund të jetë është person i keq, po e marrim këtë më të bukur, se ka njerëz që keq trajtohen fizikisht, ka njerëz që keq trajtohen verbalisht, që varet ku janë barierat e juaja të dashur dhe çfarë mund të. Dhe këtu është ajo që vendos kufi dhe mos harxho për dikë që nuk të jep atë që do. Të flasim për ato normalet. Mund të jetë djali më i mirë apo vajza më e mirë në botë, por që për ju nuk mjafton. Nuk është ajo që ju dëshironi. Nuk është ai që ju dëshironi. Karakteri, mënyra se si dhe gjitha këto. Dhe kjo mjafton të ecim përpara. Pra, mos të investojmë. Pesë të ujit është humbje. Ti mund të kuptosh që apo je duke kuptuar çfarë ka ndodhur. Dhe ato po i mban je sikur më shumë më të kaluarën, ka ndodhur dhe nuk ja fal dot si më ka bërë, si më ka thënë, si më ka shu, apo me personin e ri që mund të jesh dhe duke menduar të vjetrin apo të kaluarin. Po mban një zhgënjim të fortë. Lësho atë që të ka lënduar, lësho atë çfarë ke falur, ik, largohu, mos e mbaj më në kokë atë histori, mos e lidhe veten me të shkuarën, që të mund të ecni para. Të dashur akrepër, për gjithë ata që duan, a do të kthehet personi që dua? Personi mund të kthehet, të dashur, kur them mund të kthehet, e them mund të kthehet, por që nuk do jetë në rikthim nga emocioni, nga dashuria, apo nga ndryshimi. Është thjesht një, nuk më vajti më mirë se me ty, po kthehem. Në atë kuptim që nuk do t'jap atë që dëshironi. Pra, ti meriton akrepi respekt dhe trajtim të mirë. Ja ku është gentlemani apo kavaleri. Mos prano më pak. Pik. Mos prano më pak. Kushdo që të jeni, keni të drejtën e gjithë botës të pretendoni për veten e juaj, gjën që juve ju përshtatet, personin që ju përshtatet. Zgjidh dikë, pra, jo nga e kaluara, pra po kthem. Jo nga e kaluara. Mos prit dhe mos humbit kohë, nga që personi që mund ju kthet në jetë nuk do të thotë që do ju sjell atë që kërkoni. Zgjidh dikë që të trajton si duhet. Mos ndiq dikë që të bën të ndihesh e pa vlerë apo i pa vlerë. E ardhmja, një fillim i ri i qëndrueshëm është përpara teje. Ndryshime të mëdha në jetën e juaj. Një kapitull mbyllet plotësisht dhe uroj me këtë kaluarën, apo me punën e punës që keni patur mendime negative dhe keni menduar se s'doja dilni kurrë. Këtu nuk ka kthim pas. Dhe kjo është e bukur e gjithë leximit të juaj. Shërim, qetësi dhe një shpresë e re, diçka shumë më e mirë po vjen pas këtij fundi, pas këtij mbyllje, ta them, të këtij cikli. Prano fundin, mos u kap pas të vjetrës, hape veten apo bëu gati për një fillim të ri. Në para, të dashur, duhet të dalesh nga stresi dhe të veprosh. Në dashuri duhet të lësh një zhgënjim. Kërkoj ndjes apo një gjë që nuk të plotson. Nga që po lexojmë për shumë dhe nuk e di eksakt për çfarë po flasim, por që
prafërsisht të letra çfarë na jep. Në të ardhmen është duke të pritur një transformim që të qonë në diçka shumë më të mirë. Ajo që po mbaron, të dashur akrepi, nuk është humbje. Bani mend, nuk është humbje. Ajo që po mbaron është hapësira për atë që e meriton akrepi me të vërtetë.